Në datat 23 deri 30 qershor 2025 u zhvilluan në Maligj dhe Pogradec edicioni 21 i Festivalit Ndërkombëtar të Monodramës Alba Mono. Ky ishte një event kulturor ndërkombëtar që mblodhi së bashku artistë profesionistë të skenës nga 8 shtete të ndryshme si Amerika, Polonia, Bielorusia, Maqedonia e Veriut, Kroacia, Shqipëria, Greqia dhe Ukraina. Mbrëmja e Sanës vijoi me performancën e aktores polake me titull Sarmatia, e cila ishte risi për këtë festival, pasi ishte një monodram e performuar muzikalisht dhe shoqëruar me tinguj akustik, por edhe pamje filmike. Ajo interpretua nga aktoria Palina Dobravolskaja. Kjo performancë bashkon ndikimet folk dhe hip-hop për treguar një histori të errët, ritmike dhe sensuale të dashurisë, humbjes dhe luftës për të gjetur përkatësinë në tokën e huaj. Në zemër të saj është një grua që lundron në mërgim dhe shpërngulje. Në fund, juria ndërkombëtare e festivalit ndau edhe çmimet respektive. Aktori më i mirë u shpall ai i Maqedonisë Veriut, Zdravko Sojmirov. Aktoria më e mirë e festivalit u shpall aktoria serbo-amerikane Daniela Popovic. Regjia më e mirë i takoi regjisorit grek Dimitris Karadzias dhe Grand Prix Dimitar Orgocka shkoi për monodramën e Polonisë me titull Sarmatia.